Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka ankimuar në gjykatën e posaçme të apelit vendimin e dhënë nga shkalla e parë e GKK-s, e cila i rrëzoi sërish kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest në burg me një masë më të lehtë. Ankimimi i kundër vendimit të datës 5 janar është regjistruar në apelin e posaçëm më 26 janar. Kjo nuk është hera e parë që ish presidenti kërkon lirimin nga qelia. Kërkesa e tij është rrëzuar më herët edhe nga të trija shkallët e gjyqësorit, të cilat kanë vendosur ta lënë në fuqi masën e arrestit në burg. Paralelisht, Ilir Meta i është drejtuar edhe gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se vendimet e marra nga gjykatat janë antikushtetuese dhe bien ndesh me Konventin Evropiane për të drejtat e njerëzit. Nga ana tjetër, SPA ka mbyllur hetimet më 28 korrik, ndërsa në fund të gushtit çështja është dërguar për gjykim. Dosja penale përfshin 3 çështje të bashkuara në një të vetme: aferën Çesdia, lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Sipas SPAK, në qendër të hetimeve janë dyshimet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Ish-deputeti Piero Xhixho akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim, ndërsa Fatime Kryemadhi akuzohet për pastrim parash në bashkëpunim me Ema Çokun. Për Monika Kryemadhin, gjykata ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa për Ilir Metën mbetet në fuqi masa më e rëndë, arrest në burg, në pritje të vendimit të apelit të posaçëm.